Nëse ka të vërtet në atë që thët, është shqetësuese, për shkak që në një vend nuk besoj që duhet përndjekje askush, të paktën nëse është në kontribut për çlirimtarët. Pretendimet e tilla në biseda private pak a shumë kam një edhe nga disa biznese që kanë pas shqetësime duke pretenduar për shkak që i kanë ndihmuar ish luftëtarët e UÇK-s përmes fondit, por që këto mbeten me u pa, me u vërtetu nga organet e prokuria dhe drejtësia në vend. Po besoj që po t'isha ballavaçuar me një çështje të tillë edhe me një situatë të tillë, sigurisht që puna e parë që kisha bërë, kisha njoftu prokurin, edhe i kisha dhënë gjitha faktet dhe gjitha dëshmitë. Prandaj secili që ka fakte dhe dëshmi të tilla që ka qenë po çlirimtarëve. Po, tash ka një denuncim publik edhe derisa ka një denuncim publik dhe është një shqetësim, duhet patjetër po besoj me pas një. Prandaj po tham që janë organet e drejtësisë edhe duhet të adresojë të organet e drejtësisë. Ka thënë që po bëhet e padrejtë. Ka pasur disa statuse edhe më herët ku ka thënë që po bëhet e padrejtë, gjao ndaj me është politik. Po nuk e di, a ka pas denuncim ky? Po që disa vite. Po. Nëse ka pas denuncim. Komente nga një koment edhe Rama Gashi ikëm. Për ne që s'pen diçka muzikën, se që tha dhe Halili, se ndoshta ka pas kohë edhe unë DG, por muziku është besoj një nga talentet më të mirë, më të mëdha që ka Kosova në raport me muzikën që bën. S'ka diskutim. Dhe është self-made, është i bërë vetë, nuk është origjinal në atë çka prodhon, çka bën, pra është artist me kuptim me plot fjalës për